Është me rëndësi që Drenica ka qenë sot e kompletume me staf në Podujevë. Mram kemi qenë në grumbullim së bashku me lojtar. Kemi analizu lojën edhe kemi përgatit lojën për ndeshjen e sotme. Dhe ato çfarë shkruajnë mjetet informimit nuk ka nevojë me potencu edhe me cek se nuk është prej tash është pakës periudhë më e gjatë, por sido që tjetë unë me thënë të vërtetën nuk e ndroj profesionin për politikë. Në politikë kom him me ndihmu sportin. Mendoj 25 vite jemi që është dasht një sportist me qenë pranë politikës që tjetë ma konkret në kërkesat, në nevojat e sportistëve, me prezentu sportist. Jemi 25 vite pëshin një gjendin qëfar jemi si në infrastrukturë, si në kuadra, angazhimit e tua në politikë, do të që nuk të talësh anash skuadrën ku je momentalisht po themi Drenicën. Po, momentalisht unë jam përqëndru maksimalisht me ekipin, kuptohet duke i mos lënë anash edhe obligimet që i kam si deputet, por po e tham që fokusi im është të Drenica dhe është ekipi cili posa ka hi në Super League, ekipi cili po e tham ende nuk është i kompletu me numër të lojtarëve. Na nuk kemi numër të mjaftueshëm të bankës rezervë, neve në bankën rezervë na e plotësojnë 4 futbollistë junior. A janë të ashtu arsëtimet tuja për shkak të mungesës së rezultateve? Jo. Nuk mund të themi që për shembull bërjen e ekipës qysh në fillim të sinorit, pro. Si? E ke ditë për bërjen e ekipës qysh në fillim të sinorit? Po tash nuk po them që s'po e di për bërjen. Por neve bukvalisht 2 javë para fillimit kampionatit kemi grumbullu jo komplet ekipin, po dhe 12 futbollistë ne kemi fillu stërvitjet. Atëherë kur ekipet janë këthy pre pregaditjeve, ne kemi fillu për shkak të nënshkrimit të marrëveshjes të vonshme, me disa futbollistë kemi marrë vesh, por nuk kemi mujt me nënshkru sepse pronarët gjermanë dhe shqiptarët nga Drenica, kuptohet, dhe kemi fillu pregaditjet, është dasht ekipi rishtas me u komponu i ri, dhe këto janë problemet të zakonshme që ndodhin me shpejtësi të madhe. Të ke fundit, unë jam shumë i kënaqur me këta djelmoshat që po japin çdo gjë në fushë dhe jam shumë i lumtur me angazhimin e tyre, me lojën e tyre që po tregojnë, sepse me siguri se Drenica nuk do të dorëzohet në asnjë mënyrë. Drenica s'ka ditë më dorëzohet edhe në kunët më të vështira. 500 vjet kanë luftu me gjithë pushtuesit dhe kanë tregu është vendi ku është ngushtë e lidhur historia jonë dhe në asnjë moment nuk kemi leju me ranë pozicione të dorëzimit. Kemi dhënë maksimumin që në ndeshjet e ardhshme ekipi t'i kthehet rezultateve, jemi në një pozitë mirë. Duhet me pranu numër të madh lojtarëve, nuk e kemi në bankën rezervë, sepse sot për shembull na ka mungu Granit Jashari, lojtari më i mirë i mbrojtjes tonë. Sot na kanë mungu Altin Vojvoda, sulmuesi prej më të mirëve që kemi në ekip. Sot na ka mungu Smaçi mes fushorë dhe kur një ekip rishtas i komponon, edhe hala i komponon sa duhet sa duhet sepse mungon disa futbollistë në repartin e sulmit, në repartin e mes fushës, besa edhe në mbrojtje. Dhe plus kur mungojnë Smaçi për shkak kartonit